Kur shkelet fjala e dhënë është thyer buka, e buka që thyhet nuk ngjitet, as me takime të njëpasnjëshme, as me afate një mujore. Kështu shkruan zëvendës kryeministri e njëherët njëri prej liderëve të koalicionit Vlen, Izet Megjiti, një ditë pasi Arben Taravari u takua me kryeministrin Kristian Mickoski. Fjala e dhënë besa është një nga shtyllat kryesore të kodit të nderit ndërshqiptar. Besa është besimi, ndershmëria dhe përgjegjësia ndaj fjalës së dhënë. Një njeri që jep besën është lidhur moralisht dhe shpirtërisht për ta mbajtur atë premtim, edhe nëse kjo do t'i kushtoj shumë. Besa nuk është thjesht një zëtim, ajo është një garanci nderi që në historinë ka qenë më e fuqishme se çdo dokument ligjor. Pas razirave brenda koalicionit qeveritar, kryeministri Mickoski të hënën u takua me Taravarin. Sipas Mickoskit janë dy opsione. Njëra është ajo që ofron kjo qeveri, reforma, ndryshime, rezultate për qytetarët. Opsioni tjetër sipas tij është ai që për më shumë se 2 dekada e kriminalizoi shtetin, i shkatërroi institucionet dhe praktikisht e gjunjëzoi shtetin dhe qytetarët, duke shtuar se nuk ka opsion të tretë. Për Mickoskin, bashkëpunimi i Taravarit me BDI është i papranueshëm. Aktualisht Taravari mbetet pjesë e qeverisë, por jo pjesë e koalicionit Vlen, edhe pse ai zyrtarisht nuk e ka kumtuar largimin prej koalicionit.